Benet Beci u thirr këtë të premte më 19 dhjetor 2025 në prokurorinë e posaçme, ku ju komunikua mbyllja hetimeve dhe ju njoftuan akuzat për shkelje ligjore në tenderin Zhvillimi strategjik i sektorit energjetik të vitit 2019. Tenderi, me vlerë 700.000 euro, lidhet me periudhën kur Beci drejtonte Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare, KESH, dhe sipas PAK nuk respektoi parimin e barazisë së pjesëmarrësve. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës akuzohet për shkelje të ligjit në tenderin me objekt Zhvillimi strategjik i sektorit energjetik, një procedurë që u zhvillua në vitin 2019 dhe që sipas PAK nuk ka respektuar parimin e barazisë së pjesëmarrësve. Së bashku me kryebashkiakun, nën hetim janë dhe 6 zyrtarë të tjerë: Edlira Mitrushi, Ylkan Nishku, Rudin Gjoni, Adela Ruko, Premtim Dauti dhe Jonit Kazani, të marrë të pandehur për të njëjtën akuzë. Hetimet ndaj kryetarit të Bashkisë së Shkodrës u nxitën nga provat e dala gjatë një hetimi paralel kundër Evis Berberit, ish drejtor i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i arrestuar më herët nga SPAK. Mesazhet e zbardhura nga telefoni bashkëshortes së Evis Berberit, Adela Ruko, ngjallën dyshime se kjo e fundit ka marrë udhëzime nga Beci për favorizimin e një kompanie të paracaktuar në tender. Benet Beci, një prej figurave më të promovuara nga Partia Socialiste, po përballet me akuza serioze që rrezikojnë jo vetëm karrierën e tij politike, por edhe administrimin e Bashkisë së Shkodrës, nëse ai gjendet fajtor nga gjykata.